Morve të pranverës shqiptare 1981 dhe të gjithë burgosërve të cilët sot kësaj dite nuk janë në mesin tonë, nderojmë me 1 minutë heshtje. 3 prilli i vitit 1981 është përkujtuar sot në Ferizaj, dita e demonstratave gjithë popullore, ku kanë rënë dëshmor ferizajasit Riza Matoshi, Sherif Frango e Afrim Abazi. Lumnis Aliu nga shoqata e burgosurve politik ka treguar se si vjet shënohet 44 vjetori këtyre demonstratave, të cilat ishin të përgjakshme. Sot jemi mbledhur si kryesi e shoqatës së të burgosurve politik në Ferizaj për të shënuar pranverën shqiptare, ku atë vetë lindi si një kërkesë gjithë popullore dhe që nga ajo ditë, dhe më thonë, prej 26 marsit, 11 marsit dhe 2 prillit në Prishtinë, edhe Ferizaj u përgjigj masovikisht demonstratave të cilat u shndruan më vonë demonstrata të cilat edhe u përgjakën. Atë ditë ranë për të mos vdekur kurrë Sherif Frango dhe Riza Matoshi, të cilët sot ne i kujtojmë dhe vlerësojmë punën e tyre. Po ashtu atë ditë pati edhe vjetra të plagosur, me pasaj pati edhe shumë arrestime. Më vonë, gjatë vitit 1982, në torturat në sigurimin shtetëror serb në Ferizaj, u mbyt me torturë edhe Afrim Abazi. Të gjithë këta janë dëshmorë të pranverës shqiptare të vitit 1981. Afrim Mehmeti nga organizata e veteranëve të luftës ka thënë se kjo ditë duhet përkujtuar gjithmonë, pasi të rënët e këtyre demonstratave kontribuan shumë duke mbjellur te populli atë dhe dashurinë. Të gjithë dëshmorët e kombit në të gjitha periudhat historike, në veçanti për këtë që jemi mbledhur sot këtu, dëshmorët e pranverës që tani po quhet e viteve 81, për organizatën e veteranëve të luftës, me pietet edhe njëherë lavdi për Afrimin, Sherifin dhe Rizën, për jetën dhe veprën e tyre për atë periudhë që më vonë të gjithë ata që ishin radhitur në radhët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës në mendje e kishin se dikush e kishte trasuar këtë rrugë dhe u ishim shumë faleminderues që të populli kishin kultivuar një ndjenjë të adhetarizmit dhe kontributit që edhe në të ardhmen të luftohet për këtë çështje. Përfaqësuesi i familjeve të dëshmorëve falenderoi organizatorët që nuk po e lënë në harresë këtë datë të rëndësishme. Në emër të familjeve të dëshmorëve të Afrimit, Rizajit dhe të Sherif Frangos, ju shpreh falënderimin që keni marrë këtë iniciativë në përkujtimin e ngjarjeve të vitit 1981. Po mos ishin këto ngjarje, nuk do të kishin pasur të ngjarje të mëdha. Kështu i përgëzojmë gjithë popullin tonë për sakrificën që ka dhënë në periudhë të caktuar. Këto demonstrata dhe historinë e lavdishme e ka përkujtuar edhe ishi burgosuri politik Milaim Jashari, i cili ka treguar se punëtorët e asaj kohe në kombinatin e Drurit janë bashkangjitur studentëve në kërkesat e tyre. Ka qenë një kënaqësi e madhe kur punëtorët e përshafun studentat e Prishtinës dhe ne si punëtorët kombinatit Drunit nuk ne të ndërkrysh, po ju bashkangjitëm studentat e cilat kërkuan ato që do të kërkojnë. Dhe punëtorët e kombinatit e Drunit të fikshëm nga tash 45 vite kanë qenë një ndër parët që e kanë përshafuar studentat e Prishtinës, dhe kështu që pasi sa dek unë e shumë shok tjerë, e rysha e shumë që kemi dhe këtu prezent, shumë kombinatit Drunit të fikshëm nga, na nuk letëm ndërkrysh, po duhem zbashku edhe bashkangjitëm. Duhem të drejtoria e kombinatit Drunit të Fikshonga, aty dhe morëm vendimin që t'ju bashkangjetim punëtorëve studentat në Ferizaj. Drejtori i shëndetësisë në komunën e Ferizajt, Kemal Lemini, ka thënë se pranvera e vitit 81 është vazhdimësi e historisë së madhe të popullit shqiptar. Pranvera e vitit 81 është një kontinuitet i peripecive shekullore të popullit tonë, deri te epoka e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Dita sotit është ditë e dhimbshme për familjen, për humbin e anëtarëve, edhe për juve për humbin e shokëve. Është ditë për krenarie që spaku është arritur qëllimi i tyre se tash jetojnë lirë. Lule përkujtimore u vendosën para pllakatave të rënëve dëshmor, teksa shprehën edhe mirënjohje të thellë të gjithë të pranishmet.